jemi të ndonë, mi kalon 2 vojzat, ka 8 vite, e i kom rritë veç vetën. Veti ke rritë? Vlas kam, babës kam, nënës kam. Jam konë ish pjesëtari ushtrisë lindore, edhe të Kosovës, edhe Preshevës atje, u që po më pës, mësë me pas konë ish pjesëtar, se kësha falë vetës, kur edhe pse jem konë ideal për malë, po ka dosh zoti, sot jem gjallë, shumë kanë shku shumë. Kaj herë ngushtona se të në shoqet shkojnë shembol në shkollë, jepin edhe familjar, por e une kur kam jepit, kur s'kam si jepit. Përshëndetje dashur shikues të Zarfi i Mergjimtarit, fillimisht kërkoj falje për syzet. Jemi në qytetin e Gjilanit, kemi arë me e vizitu një familje. Përshkojnë apjapëm derën, përshojmë që kanë gjenën, po ndihmojmë, edhe përshpesojmë që s'kemi me i haru. Hajde. Flamurat, mësë kam veteran. Mirë mëngjes. Si? A je mirë? Qa po vanë? Mirë. Si po kalen? Mirë, fëndër. Kena dalë një vizitu pak. Hajde bujro. Qështë ki emnin? Selame. Selame Shahini. Po. Sa vjeqi? 59 vjeq. 59. Me ka një të Selame? Me bashkëshortën, tash jam frekin martum edhe me 2 vajzat vogla. Njëna 14, njëna 11 vjeqe. Apo? A janë vajzat e tua, apo? Po, vajzat. Me grun tjetër? Me grun tjetër. Okej, a jeni ndoa qka? Po, jemi të ndonë, mi kalon 2 vajzat. Ka 8 vite, e i kom rritë veç vetën. Veti ke rritë? Vlas kam, babës kam, nënës kam. Një motër vetën martume. Aja është martume motra jashtë. Edhe qështë vetë, qëta 4. Qa është puna e ty në flamurat që ke qitë? Po, jam konë ish pjesëtari ushtrisë lindore, edhe të Kosovës, edhe Preshevës atje, u që po më pës. Të në brigade kam? Në brigadën 133 Adrian Kresnici Dugagjinit, edhe në brigadën 101 Fatmiri Dishi. Mashallah, zotit shpërblet për kontributin që ke dhënë. Faleminderit. Që shpëtani tashtë? Po mundomi, jam krenar për vetën që jem konë ish pjesëtar, mes me pas konë, sot që jam këtë menën, do më thonë për kom kërrejt mes me pas konë ish pjesëtar, se kësha falë vetës, kur edhe pse jem konë ideal për malë, po ka dosh zoti, sot jem gjallë, shumë kanë shku shumë, disa të lëndum, disa me kushtet rona, po jam krenar për kohën që ja kom kushtu, që më ka dhënë rasti, edhe pse sot jetojmë një jetë, mëjnë me thonë, mesatore kështu, po mundona me njerës, gjithë shka mi po. Zotit nderoft, moshën që kem 59 vjeç, asë kemi drejtën na me ligje me punu, asë këgjo, po dhe mosha është vetë, edhe për kundër gjendjes, qëfar shëndetësore e kam, nuk më lejon shumë sende. Qa i jesë mund diçka? Po, kam problem me onozët. Me onozët? Me onozët kam problem shumë. Apo përdori ilaqa diçka? Jo, shumë pak i përdori, se kam problem edhe me lukët të në mësandaj. E nuk gudzoj shumë me përdor, po peshav të ronda i iku. Nuk jam që, nuk kam që me punu, du me punu, po edhe mosha pak e bonat vetën, edhe ligje e ka po që neve nuk në lejojnë me punu si veteran, edhe këtu është aja stagnesa, apo këtan, edhe gjithë kush këshirë me mordi kënd materi, e në mosh 59 vjeqare, nuk merë edhe kush me punu qaqë. Qikat në cëllën klasën? Qikat është njëna në klasën e 5, njëna në klasën e 8. Apo mund është me shkollu? Po, është kaj herë ngushtona se të në shoqet shkojnë shembol në shkollë, jepin edhe familjar, por e une kur kam jepit, kur s'kam si jepit, po janë të kuptushën në drejtë. Po, e ke shpi kështë ta ka bo? Që ke shpi e kena morën, me ndimën e motrës e shumëve, e kena morë këtë shpi, tash frek i ko që një vjetë, e kena morë që i në ratu pak mrena, me ndimën e shumë shokëve, po është problemi që këtu nuk ka uj, boj me konta që shtu ka të muj, uj nuk ka, valloj këtë mujmë në përqeshme, edhe këshilla krejt, e qitë probleme kemi tu jetë numër 1 që kjo se pa ujësë më kur që heqë. Po, vërtejt, po. Këtu në këtë vend ish 60 metra dikund, si përshkoj ke bunorën me qilë, që shtu me aso farë që janë raketa ku e di, e po shë zotin është problem shumë. Si që është mëngjes, turët nuj me herë. E është problemi që shpo mujnë qështu, me plene, me shporetet të nëzhe qështu, që dru ku morë me shësnimi kam përgu e ketë, qa ku mujë që shke mujë qështu. Apo të kësh nga që ldirën e një vizitua? Unë e pënis në anë ato shumë e shoki, kom i kanë hollët e veta, ish pjesor që jenë konë, dikush i ka hollët ma mirë, dikush ma vështirë, po në kom qep me ngushtu kërkon të neqë.
munona me ta çka e kam, me që penzion jetojmë. Shqyqysh Zoti shneta është pak, po nuk morën mi barë në rregullisht, munona pak me rujt veten. Shqyqysh Zoti mi rujt qikat, mos u bofshin për të mjekua diku në shoqen, e vetën që është shka me bo. Qysh muj mu gjindë. Qysh muj mu gjindë. Shka me bo. Faleminderit, tanë dhe inshallah. A mund që thome në qelnive? Po. Së të keni 300 euro, janë prej mërgjimtarëve. Zoti është për ble. Amin. Edhe gjonë ushqimore e kena ble. Faleminderit shumë. Amin. Dhe me thonë kërkesën më të madhe të e pasë për një bunor. Kërkesën, problemin më të madhe kemi për një bunor, e për tjera sene ka pak gjimna se nuk i ki punës a diçka, çka muna me punu. Nuk kam qef gjithë më morë diçka qëllë, se nuk është edhe e mirë, nuk është edhe e shishma ja bashkë. Po kam qef mja boj zmetin, një të mirë dikuna mja këthy me ata çka e bën më munu mja këthy 2-3 herë në bos mundësive çfarë i ka. A të japëm një numër telefonit njerëzve që ata që duhen me të një mund të lejmojnë tani. Bon. Prioriteti është domethënë për ujë, për hije, për to. Ani se inshallah me emër Zotit del dikush ta çelni bunor. Thuaj numrin e telefonit. 045 420 864. Okej. Ta japim në për qafe më nëse falenderem për kontributin që ke japë në luftë. Zotit shpërbleft. E inshallah sarujnë na. Jo me kojtë ju, të lutna ju. Jo me kojtë, moja. Helmana, pa kalzeja që ta kanë rejsh shpinë, shokët, unë e për jafra jo shime dhe i të. Që të që të sërën e kemë, që të kamin që ty, ale mundohë në qështu me druën e diçka, me plinë ka pak e krejt, edhe mundohë me do sene shtu normali, kuzhinën e krejt, përveç se ujtë kemë problem, për gjithë qështu me kanë të i marë mi, mushmi, edhe me ka përsyti qysh, se ndryshe zvonë. Që të 2 dhoma, 1 dhomë për veti, që kjo dhoma e gjumit, dhoma jeme, një shok më ka dhonë qatë kreveti, edhe qatë vetrinën që atje. E thonë që të 2 dhoma i ki? Po, e që kjo dhoma vojza që to, dhoma vojza që to, 2 vojzat vogle. Nuk është rregulluar për pjetë përgjëjq, që aty maqinën e lami se kemë, po e mushni me ujë me kanta, se nuk ka ujë, edhe mushni me kanta që ashtu lajmë në ere kur të është nevojë. Më kanë një mu, shumë më kanë një mu, më kanë dhonë krajnë për gjithë shka, i falenderon atanve, i shollave që e Zoti atyne, sa të mujnë po me njerë me krejt për sholla Zoti atyne. Zamre?